mbrëmje do të përcaktohen dy gjysmëfinalistët e parë në Champions League, pasi luajnë ndeshjet e kthimit në çerek finale. Barcelona sfidon Atletico e Madridin në transfert. Katalanasit kanë një mision të vështirë, pasi e humbën ndeshjen e parë 2-0 dhe synojnë përmbysjen e madhe. Në Angli, Liverpooli pret kampionët në fuqi të Paris Saint-Germainit. Francezët fituan 2-0 ndeshjen e parë, ku dominuan totalisht. Anglezët kanë treguar se në shtëpi mund të përmbysin rezultate të mëdha dhe të njëjtën gjë do ta provojnë edhe kësaj here. Të dyja ndeshjet luhen sonte në orën 21. Ledio Alili, Tami Kona janë me mua në studio për të diskutuar për këto dy sfida. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje. Tami, do arri Barcelona? Smeda, ta dinte Tami. Takimi i parë, sepse ashtu siç e tha ju kur Tami dhe mund ta di. Se ka lidhja ndaj nga Spanja. Problemi është që këto janë ndeshje, sigurisht që Champions League është një eveniment shumë i madh dhe normalisht ne shpeshherë kemi thënë që gjendja e ekipeve në kampionat sigurisht që ka një domethënie aty brenda, por megjithatë kur flasim për një Atletico Madrid dhe Barcelona, sigurisht që ndeshja e parë, ashtu që të tha dhe ju, e vuri pak në diskutim dhe për sa i përket kualifikimit, gjërat duket që janë vështirësuar pak. Të them të drejtën, nëse do të shikojmë sot po t'i referohem të paktën kush është favorite, sigurisht për të fituar ndeshjen është favorite Barcelona, po për të kaluar për mëtej, normalisht për mendimin tim për mua, më e favorizuar është Atletico e Madridit, për sa i përket kualifikimit. Sepse po ta shikojmë me koeficientët për sa i përket 90 minutave, sigurisht që Barcelona mund ta fitojë ndeshjen dhe kjo nuk është ndonjë gjë, se mjafton t'ju them që në Kupën e Mbretit, gati 2 muaj më përpara, 4-0 fitonte Atletico Madridit në ndeshjen e parë, 3-0 fitonte Barcelona në ndeshjen e kthimit. Në kampionat, jo më larg se 2 javë, 3 javë mos gaboj, Barcelona fitoi 1-2 në fushën e Atletico Madridit. I thash të gjitha këto për t'ju referuar sepse është një derbi spanjoll, është një ndeshje që aktualisht, normalisht, po t'i referohem të klasifikimit, Barcelona në vendin e parë, normalisht drejt titullit kampion, ndërkohë që Atletico Madridit historikisht e kam thënë dhe këtu, më vjen keq sepse shpesh më kanë akuzuar që duket sikur them që shiko, Atletico Madridit është një skuadër që bën antifutboll. Të them të drejtën, ajo nuk është e bën antifutboll, por normalisht për të referuar asaj lojës që trajneri Simeone ka injektuar te kjo skuadër, normalisht është një skuadër që antifutboll se çka kupton? Në kuptimin dhe më thënë që nuk bën Vendos autobusin. Okej. Mendova se kishe kështu punë arbitrash e kështu gjëra. Shiko, kishin bërë një në portale këtu, dhe më thënë Simeone duke ju thënë futbollistave, ndërtoni murin shpejt, po bëni një mur për subatonin, por kjo në kuadrin për ta ashtu. Megjithatë, thash një. Në ndeshjen e sotme tolerohet gjithçka, se në fund të ditës jo jam dakord, e para punës njëherë, fitoria, pas ka rëndësi se si e merr, përdesha është fair play. Të gjitha ato që thash për një Atletico Madrid-Barcelona, ata janë dy ekipe spanjolle dhe normalisht o e njohin ato njëra tjetrin, o nuk e njeh njëri. E kuptoj. Por megjithatë, këtë duhet ta them edhe një herë, duhet ta përsëris që fitoria është një detyrim për skuadrën e Barcelonës, por të them të drejtën kualifikimi pak i vështirë. Tani, nisur nga rezultati i ndeshjes parë 2-0, normalisht që shkalla e vështirësisë është më e lartë për t'u rikthyer, por ekipi i cili, le të themi, edhe Atletico vetë di cilësinë e Barcelonës, katalanasit janë ata që do synojnë për të shkuar në gjysmëfinale, ndërkohë që Atletico e Madridit praktikisht është me një këmbë në gjysmëfinale, sepse ka shënuar 2 gola në fushë kundërshtar. Po ta marrim ndeshjen e parë, ta analizojmë deri në, le të themi, fundin e pjesës parë, kur të dyja skuadrat luajtën me numra të barabartë lojtarësh në fushë, Barcelona ishte superiore dhe kishte mundësi të shënonte disa gola, jo vetëm një. Nisur nga kjo, mendoj që Barcelona nëse do luftojë që nga nisja e lojës për të shënuar edhe për mos të çekuilibruar, le të themi, lojën e saj, duke marrë parasysh faktin që ka edhe rikthimin e De Jongut mbrëmjen e sotme, kam përshtypjen që gjasat apo shanset për Barcelonën do jenë të mëdha për të kaluar. Pastaj, në rast se Barcelona çdon aty ku ka pikën më dobët që ka treguar për gjatë gjithë sezonit, edhe vjet, edhe si vjet, edhe para 3 vitesh në Champions, mbrojtja është pika më e dobët, është thembra akilit për Barcelonën, është një skuadër e cila shënon shumë. Shënuar patjetër, do krijojë hapësira pas.
Gjë që Atletico Madridit i ka futbollistët për ta goditur në çfarëdo lloj momenti. Tani Edhe Atletico mund ta fik lojën. do të futet për ta mbrojtur rezultatin? Absolutisht. Apo Absolutisht. Mentaliteti Simeones është i tillë. Absolutisht. Mentaliteti i tij është mbrojmë 11. Kur e di se kë ka përballë normal? Mbrojmë 11 edhe më pas tentojmë domethënë të bëjmë ndonjë gol siç ja bëm atje. Se edhe atje bëri një gol, domethënë le të themi Atleticos Madridit i erdhën të gjitha punët mbar në Barcelonë, teksa ai doli me të kuq, jo 6 thua ti, po do jenë 9. 1-9-1. Teksa Kubarsi doli me të kuq, fill pas të kuqit Kubarsit në faullin e shkaktuar nga Kubarsi u shënua gol. Më kupton, domethënë, gjithçka shkoi mbrapsht për Barcelonën, gjithçka shkoi mirë për Atletikon. Pjesa e dytë po prap, një herë shkoi në port Atletico me 10 lojtarë, Barcelona shënoi gol. Pra nuk i dihet ndonjëherë, nuk i dihet se ndoshta mund të kushtëzohet ndeshja nga kartona prap të kuq. Duke marrë parasysh edhe tempin edhe mënyrën se si luan Atletico e Madridit, kështu që 11-11 e shot vështirë kualifikimi e Barcelonës, por shanset i ka. Edhe mendoj që sot shanset janë 60-40 për Atletico, normalisht, marrë parasysh ndeshjen e parë, por edhe Barcelona e ka shanset e veta, sepse është një skuadër që në momentin që të futet edhe domethënë tenton të kthejë rezultatin, psikologjikisht të dëmton. Se këtë ishte pyetja e radhës, për shembull, është Atletico nga ato ekipe që për shembull nuk demoralizohet pas një goli, po them të shpejt që mund të bëjë Barcelona. Atletico i ka kapacitetet për të mos demoralizuar dhe ka treguar ndër vite që është skuadër e cila ka një farë eksperiencë në Champions, sidomos edhe me Simeonen. Ai le të themi injekton atë dëshirën për të luajtur gjatë gjithë kohës edhe për të qenë i vëmendshëm dhe aktiv në fushën e blerët, pra kërkon lojtarë që janë determinantë gjatë gjithë kohës, jo lojtarë që janë të fjetur. Po ta vesh re, nuk synon shumë emrat, për shembull ka një lojtar që është djali vet, Simeone, është një lojtar për cilin jo shumë kush do besonte ai, por ndërkohë sot është kthyer në lojtarin kyç të ekipit sepse është 90 minuta, domethënë nuk pushon së vrapuari, dhe ai këto lloj lojtarësh do. Pra, do lojtarë të cilët ngjasojnë me veten e tij. Që janë luftarak, japin shpirtin në fushë. Një kështu preferencë kanë përshtypjen të shumicës trajnerëve kjo historia e sportistëve që luajnë, e futbollistëve që luajnë në të treja sektorët, mbrojtje mes fushë, sulm. Atletico e Madridit është një skuadër e cila për vite është karakterizuar nga një lojë defensive. Gjithmonë, domethënë, ka mbrojtur rezultate dhe ka goditur kundërshtarin në 1, 2, 3 aksione. Për gjatë vitit kaluar dhe si vjet, le të themi, Atletico e ka lëshuar paksa këtë modull loje. Por sot kam përshtypjen që ka momentin për të bërë me patjetër atë çfarë Simeone di të bëjë më mirë, të mbrojë rezultatin. Unë di të them vetëm një gjë është e garantuar. 90 minutë i kësaj ndeshje, domethënë për ata që do të jenë në stadium, për tifozat ose ne që shikojmë nëpërmjet televizorit, sigurisht është e garantuar një gjë sepse duke qenë se Barcelona nuk kërkon përmbysjen e rezultatit. Sigurisht që rezultati është i atill që është me 2 gola dhe normalisht asgjë nuk është kur mendoj që Barcelona e ka gjithë performancën sportive e Barcelonës është hapi fal që bëri në Barcelonë, sigurisht që duhet të korrigjohet, por falë futbollistëve, Lewandowski, Yamal, gjithë futbollistët që ka Barcelona e ka atë luksin që normalisht... E ka luksin ta përmbysin në letër, tani po të njëjtët futbollistë ishin edhe në ndeshjen e parë. Jo, dakord jam, deri këtu s'ka asnjë lloj problemi. Po këta ishin në ndeshjen e parë, sigurisht. Por problemi është që po t'i shikojmë, edhe në kampionat këta ishin. Mbajtën brenda në Madrid e mundën 1-2. Tani problemi është, nuk është problemi për ta mundur. Problemi është për ta çuar lojën për në shtesa, për ta çuar më atë. Tani këtu bëhet fjalë për kualifikim. Edhe evenimenti tregoj një fakt shumë interesant. Barcelona Atletico, ose më saktë Atletico Barcelona vjet ose par vjet mos gaboj, kryesonte Atletico me rezultatin 2-0 deri minutën e 73. Për treguar se çfarë është aftë, sa mundësi ka Barcelona për ta kthyer ndeshjen. Në minutën e 73 shënon golin e parë Barcelona dhe në fund të ndeshjes, të 90 minutave, ndeshja përfundon 2-4 për Barcelonën. Pra, në asnjë moment, le të themi, nuk mundesh dot ta humbësh vigjilencën kundër një skuadre si Barcelona, sepse ne pam komën me Interin se si shkoi dhe se si u bë gjithë ndeshja, po them se
Këto ekipe që prodhojnë gola, Bayerni në kampionat, dhe minutën 81 ishte 2-0. Jo, e kisha për sasinë e golave dhe kohën e shënuar. Një gjë kishte Bayerni në kampionat, tani minutën 81. Sa do ekipi do bë tjetë, tjetë 2-0. Nuk quhet Bayerni në kampionat, Tami, mos e silë si referencë. Po jo, minutat janë minuta. Minutat janë minuta, po. Tami do të tregoj cilësinë e lartë, nivelin e lartë të futbollistëve që luajnë në këto ekipe. Pra që një aksion duan për të bërë gol. E vërtet, Lidio, po kur janë aq të dobët ata kundërshtar, ti në 2 minuta ke mundësi të bësh 4 gola me shpejtësinë që lëviz futbolli. E drejtë është dhe kjo. Jam shumë do shojmë nesër. Nuk e marë fare, me mora thjesht si rast për minuta, se Ledio tha për Atletico, ishte minuta 70 ca. Tani 70 ca me 8-1, 9 minuta loj, ta kthesh loj në 3-2. Liverpooli, Paris Saint-Germain, një tjetër sfidë që tani këtu Liverpooli s'ka gjë për të humbur, po sigurisht se në Champions League, domethënë, kur diskutuam për Realin me Bayernin, ne thamë që shiko, statistikat janë statistikat. As nuk diskutohet. Gjendja e ekipeve. Mirë, po kur flasim për Liverpool, për Real, për Bayern, sigurisht flasim për emra që rëndojnë në Champions League, flasim për trofe, se tash 6 trofetet e fituar normalisht nuk janë trofe që janë fituar rastësisht. Tani Liverpooli në një ndeshje kundër Paris Saint-Germainit, fitueset aktuale të Champions League-s, në një moment shumë të mirë pozitiv, vjen bas një seri shumë fitoresh edhe në kampionat edhe të, ndërkohë që Liverpooli që me ikjen e Kloppit, që me ndryshimin e disa lojtarëve, sigurisht nuk është Liverpooli që ne kemi parë. Por në 90 minuta, domethënë, ideja është që, shiko, rezultati 2-0 sigurisht flet për Paris Saint-Germainin, edhe ne nuk po flasim sepse kur diskutojmë për të ndeshje, nuk diskutojmë kush e fiton ndeshjet. Ti mund ta fitosh ndeshje, mund ta fitosh 4 me 3, nuk flasim kush kalon më tej, se tani janë gjysmëfinalet. Gjithë problemi që këto janë të garantuar që ndeshja do të jetë diçka, dhe normalisht Liverpooli është një skuadër që nuk ka çfarë të mbasi. E para punës është Liverpooli dhe kur luan për Paris Saint-Germainin. Gjërat, sigurisht që në ndeshjen e parë me rezultatin 2-0 normalisht Paris Saint-Germaini ka hedhur një hap, ka autoritetin e një skuadre që normalisht është rikthyer. Po vuante, nuk ishim mësuar që ta shikonin Parisin, sepse po thoshin, ore, si të nuk po fiton një Champions League, sepse halli është ta fitosh një herë. Problemi është për ta mbrojtur, është problem, sepse Reali ishte ajo që fitoi 3 herë. Përveç Realit nuk e ka bërë një tjetër, por Paris Saint-Germain është një skuadër që normalisht edhe pse këtë vit nuk është se e fusit ke ato ekipet që janë për pretendente, por megjithatë me autoritetin e një ekipi që është fituese në fuqi, të them të drejtën, normalisht për mua është e favorizuar dhe për mua është një hap larg kualifikimit. E kuptoj. Ledio, e ka fuqin ky Liverpool me performancën që kemi parë që ti bëj ballë, sepse edhe Parisi, domethënë në ndeshjen që luajti me Liverpoolin, ishte deri në kufijtë e perfektës, por edhe ajo ka pasur lëvizjet e veta, ulëngritjet e vetja në Champions. Po të analizojmë Parisin e finales së vjetshme me këtë Paris që është sot, pak gjëra ndryshojnë, por le të themi uria për të fituar tek ata duket sikur është shuar disi. Paktën edhe në kampionatin francez. Pra, kanë lëshuar pak pe, nuk e fitojnë më kampionatin që në janar, po tani tentojnë ta fitojnë nga prilli. Më kupton që edhe kundërshtarët të mundohen të luajnë disi, sepse e humbet ritmin gjithçka pastaj. Po kjo i bën dëm në rast se ata fitojnë kampionatin që në janar, i bën dëm edhe Parisit sepse e vën gjumë. Luis Enrique, sipas këndvështrimit tim, ka ndjekur një metodologji pune të tipit zgjohemi atëherë kur duhet. Pra le të themi e nis Championsin but, duke marrë disa fitore brenda qoftë edhe të vuajtura, duke krijuar ato pikët që i duhen për të kualifikuar, jo si Arsenali që është gjithmonë me tempin lartë në vendin e parë, asnjë humbje dhe kur vjen fundi bie, por e kundërt të Arsenalit. Pra e nis gradualisht ngjitjen dhe bëhet i fortë atëherë kur duhet. Po të shikojë ndeshjen me Liverpoolin, Parisi ngjasonte me Parisin e finales kundër Interit, që nuk e la skuadrën kundërshtarit merrte frym. Edhe Liverpooli në Parc des Princes dukej si një skuadër franceze që luante në Ligën 1 të Francës, edhe Parisi që e xhoglonte gjithkohës, duke humbur 5-6 raste për gol, transversa, shtylla, gola, lojë të bukur, pra në çdo aspekt të fushës e dominoi totalisht. Kështu që duke marrë parasysh kapacitetet edhe cilësitë që ka Parisi dhe momenti që po kalon Liverpooli, unë e shoh të pamundur kalimin e Liverpoolit në fazën tjetër. Por në Champions,
ne jemi mësuar të shohim përmbysje nga më të ndryshmet. Dhe Liverpooli është një nga ato skuadra që e ka bërë përmbysjen. Jo më larg se 5, 6 apo 7 vite më parë kundër Barcelonës, një fitore 3-0 në Camp Nou e Barcelonës, duke i sigur e largoi Liverpoolin dhe çoi Barcelonën në finale. Ndërkohë ndeshja e kthimit u përkthye në një ndeshje e cila përfundoi 4-0 për Liverpoolin. Kështu që ai Liverpool dallonte nata me ditën me këtë Liverpool, sepse drejtohet nga Klopp dhe ky drejtohet nga një trajner i cili nuk ka ide për lojën, edhe atë çfarë bëri vjet e bëri duke trashëguar atë çfarë i la Klopp, se po të kishte ide për lojën, do mbante lojtarin më të mirë që kishte Liverpooli, Luis Diaz, dhe s'doja falte Bayernit, dhe nga krau tjetër nuk do blinte dy sulmuesa 400 milion euro, 300 milion euro. Kështu që në këtë pikë unë mendoj që Luis Enrique është favorit bashkë me Parisin e tij kundrejt Liverpoolit, dhe them që do të harra edhe sonte brenda në sepse ky Liverpool Esmeralda, ajo të paktën nga sa kam vëre, ose më mirë duke krahasuar gjithmonë me Liverpoolin e Kloppit, se tash nuk do futemi historisë e Liverpoolit që është pak e gjatë. Kenny Dalglish. Por, kur thot ky, por problemi është që ky Liverpool ka pasur shumë probleme në ndeshjet në transfert. Ndryshe nga Liverpooli i Kloppit, që normalisht ishte më i frikshëm kur luante në transfert, sepse shikoj në ndeshjet të paktën kur diskutua kur mund me Galatasaray 1-0. Shikoj domethënë edhe jashtë nuk shënon. Mirë po tani në Champions League vërtet është hequr ajo 1-0, 2-1 ande këtej, po të paktën ti nuk mund të mundesh domethënë në një fazë në kalimit të grupeve, në të kalimit të turit, domethënë me rezultat të pastër pa shënuar fare. Ky Liverpool çalonte, domethënë Liverpooli i Kloppit ishte shumë i frikshëm luante ndeshjet në transfert. Domethënë kjo bëri që tash ti duhet kthehesh brenda, edhe normalisht duhet ndreshur, por Champions League ka treguar që janë kthyer rezultate që janë pa, domethënë kur i mendon në parashikim, 4-0 ishte Parisi me Barcelonën. Ja siç po themi ne. Doli 6-1 ndeshje. Shikoj, nuk është një gjë që të fitoj Barcelona sot atje. Problemi është a kualifikohet Barcelona, se për ta vënë dysh, mund dali Barcelona në dysh, po mund dali 1-2. Apo jo, mund dali 2-3. Atë s'ke ku e vëse. Championsi Esmeralda është një kompeticion i cili prandaj është i bukur, sepse skuadrat që ndeshen kanë cilësi maksimale në çdo repartiment. Duke pasur vetëm një pyetje, u hapën këto lotot sportive se sikur do hapesh në janar, do hapesh në vjet. Po bëhen gati, por deri në momente, domethënë problemi është se edhe ata që duan të marrin licenca nuk e kanë shumë me qejf. Kjo është problemi. Se është problem nga mënyra... Është mirë kur i kanë pa licenca. Normalisht, atë pasaj e theti, unë se thash. Unë e thash, unë e kuptova. Ideja është që po të thoja për Championsin. Është një kompeticion i cili të falë gjithmonë në kënaqësi për ta parë. Edhe sidomos në këtë fazë, sepse cilësitë e ekipeve janë aq shumë të larta sa që ti mund të shohësh aksion gol nga njëri krah, aksion gol nga krahu tjetër. Aksion gol nga njëri krah, domethënë ke lojë të hapur, ke spektakël dhe është ndonjëherë është, le të themi, më i vlefshëm se disa ndeshje në këtë fazë të botrorit apo të Europianit. Mirë, paradhënie një koment për Arsenal Sporting, pasi ndeshjet janë nesër në fakt, këto. Arsenali besoj fiton nesër, po gjithsesi më ka zhgënjur jashtëzakonisht shumë, nuk e prisja këtë rënje të lirë në vitin e 5, po e njëjta situatë. Arsenali që e nis me marshin e 5 edhe përfundon në fund ose në fillim të prillit. Video famshme me inteligjencë artificiale që Guardiola tërheq Arteta një muskapi. Po, përgjigjja e Guardiolës dje ishte fenomenale, se pyetën gazetarët se si ka mundësi që skuadra juaj në këto muaj, paktën vitet e fundit, performon më mirë. E tha është dielli, edhe të gjithë po qeshtin. Jo, thanë mos qeshtin, kam shumë të sinqert, tha. Sidomos futbollistët e sulmit, që unë kam, tha, kanë nevojë për më shumë diell. Edhe gjatë kohës që ngrohet koha disi, tha në Anglita, edhe ata marrin rreze, se po të kishte diell gjithë kohës në Anglita, do e fitonim që në janar kampionatin. Ata tha tani tha performojnë edhe më mirë, kështu që do shohim deri në fund se do e marrim. Po me atë që po tregon Arsenali për të ndalur të ndeshja, mendoj që Sportingu do ta kalojë, sepse fitoi ndeshjen e parë dhe i ka kapacitetet për ta mundur, por nuk e shoh më atë Arsenalin e fortë që mundi edhe Bayernin 3-1, nëse ju kujtohet. Kështu që besoj kalon edhe këtë fazë dhe më pas të ketë vështirë, se përballjen e ka kundër bën të ndeshje të fundit duket Arsenali që nuk arrin të fitojë. Arsenali ka 4 ndeshje të fundit, 3 humbje, 1 fitore. Po, 3 që sfiton, domethënë. Rezultatet e ndeshjeve të para, duke referuar edhe atë si shponin për Barcelonë, normalisht pak a shumë po i shkojmë logjikës, sepse normalisht nuk mendoj se do ketë ndonjë, domethënë
Mirë po bashkoj me Ledin kur tha që Arsenali, ajo që më shqetëson ke Arsenali të paktën është hapat falë që po bën nga ndeshja në ndeshje dhe normalisht nuk po tregon një stabilitet, ndërkohë që thash një e kam thënë gjithmonë dhe më vjen mirë që drejtuesit e Arsenalit i besuan një trajneri si Arteta, i besuan për vite me radhë, normalisht ti besosh një trajneri për tranzicionin që ndodh ekipi kur i kthehet në një kompeticion siç është Champions Liga, rikthehet i fortë për të shkuar titullit kampion në kampionatin anglez, por të them të drejtën ndeshjet e fundit lehen shumë për dëshiruar. Megjithatë, them që nesër me Sportingun besoj se e ka për detyrim që kualifikimi të jetë për skuadrën e Arsenalit. Ndërkohë që pak a shumë nëse do të bëjë pakta që mund të bëj. Nëse do të bëja një parashikim, mendoj që Paris Saint-Germain parashikimeve se na marrë koha në momentin për sa i përket ndeshjeve sot, besoj se kalon Paris Saint-Germain dhe kalon Atletico e Madridit, ndërkohë në krahun tjetër kalon Bayerni dhe Arsenali. Unë do guxoj të them kalon Barcelona edhe pse Jo, ke gjithë drejtën e zotit të thuash. Edhe pse jam skeptik sepse nuk është një skuadër solide në të gjitha repartet. Edhe për këtë arsye Atletico është ekipi i zgjuar për ta dënuar. Pra për ta pritur edhe më pas për ta dënuar skuadrën e Barcelonës, kështu që Barcelona mund të lejoj. Domethënë Barcelona do t'rregojë më të mirën e vet. Po Barcelona ka treguar edhe që mundet 4-0 sonte edhe s'ka asnjë lloj problemi. E ka treguar është Barcelona i ka të dyja fytyrat brenda skuadrës. Siç është me dy ngjyra edhe bluza. Esmeralda po ta them me Parisi është i kualifikuar dhe madje guxoj të them që fiton edhe nëse do të ishte Real Barcelona, do të thosha kam më besim që e kthen Barcelona, po jo me ata. Po pra. Ata janë jashtëtoksor, jashtëtoksor jo për mirë, më kuptoj. E kuptoj. Mirë, do t'i shohim sonte në orën 21. Shpresoj të keni surpriza se aty është e bukur. Do ketë dhe më shumë diskutime, se që të kualifikohet Atletico dhe Parisi, paka shumë dihet. Ke inatin atyre që jashteti vën kështu. Jo, më s'ka gjë se me mesazh kemi njerëz jashtë. Nëse do që Champions Liga të jetë sa më bukur, normalisht janë emrat. Tani unë nuk kam gjë me Atletico Madridin, por Barcelona është Barcelona. Domethënë, kupton, është njësoj si themi Sportingu. Po është mirë të jepet mundësia ndonjëherë të ekipeve të tjera se të gjithë e kanë pasur një herë të parë dhe më pas kanë bërë histori, nuk është se lindën në histori. Në rast se të gjitha ndeshjet do përfundojnë, do kualifikohen ekipet që kanë fituar ndeshjet e para, do të kemi në gjysmë finale 4 skuadra nga 5 top ligat më të mira, pra angleze, franceze, gjermane dhe tjetra i bie tjetë spanjolle. Vetëm italiane s'kemi. Kështu që janë pushime vetëm një gjë do të them, në vitet e fundit Champions Liga, që nga Porto Monaco, domethënë finalja më pak emër 2004, Porto Monaco, të gjitha ekipet e tjera, ne po flasim për ekipe që kanë emër dhe që kanë peshë. Po prapo emër që kanë emër, peshë, fanellë gjitha, është Juventusi, është Milani, po që shohin nga kanë qenë, po jo, këtë i thash, pra, domethënë që historia bëhet her pas here, gjithë të kanë një herë të parë dhe pastaj vazhdojnë me këto. Tani Porto Monaco nuk e di kur mund të luajnë më në finale të Champions League. Ta shohim se Monaco nuk është se ishte keq në këto kualifikuese. Faleminderit shumë. Për lajmet e fundit nga vendi në Devota, shkarkoni aplikacionin e Euronews në App Store dhe Google Play. Programet tona mund t'i ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.7. Këtu ndajemi bashkë, mirupafshim.